ngrënja edhe pirja nga harresa, atëherë edhe kjo me konsenzus të fukahave në përgjithësi, konsiderojnë që ajo nuk është prej gjërave që e prish agjërimin, për arsye se është jashta vullnetit të njeriut, edhe për këtë kemi edhe citat të drejt për drejt, hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilën e shënon Buhariu dhe Muslimi, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush harron edhe duke qenë agjërueshëm edhe han apo pin diçka, atëherë thot le ta vazhdoj agjërimin për arsye se ajo që ka ndodhur ka qenë vetëm vullneti i Zotit për ta ushqyer edhe për t'i dhënë me pi atij. Me një fjalë, nëse kjo ndodh, atëherë kjo është një përjashtim prej rregullave që njeriu kur han e prish, por përderisa po harron ka tolerancë. Mund ta quajmë përjashtim, po në përgjithësi ne dim parimet e përgjithshme të shariatit është që njeriu nuk ngarkohet me ato gjëra që janë jashtë dëshirës edhe vullnetit të tij. Për më në hoqë përjashtim se të ke parasysh të ajo dilema nëse bën gabimisht. Edhe ajo është një lloj pa vëmendje, po dallon pak prej harresës, ndoshta edhe trajtojmë ndërkohë. E njëjta është edhe ajo, nëse zakonisht ndodh nga mos kujtesa ose pritja e iftarit e fut ndonjë kafshat në gojë, edhe kjo konsiderohet prej harresës, edhe nuk konsiderohet që e ke prish agjërimin. Por ndoshta është e domosdoshme ta cekim tani se duhet pasur kujdes që nëse na kujtohet në atë moment që na kujtohet që jemi agjëruar, duhet të ndalemi. Edhe këtu nëse vazhdojmë tutje, atëherë konsiderohet se kemi prish. A nëse ndalemi aty për aty si të na kujtohet, atëherë nuk ka nevojë kompenzim. Madje edhe fukahat e përmendin që edhe shpërblimi nuk është i paksuar për shkak të kësaj harresës. Tamam dhurat prej Zotit. Po, dhurat, ashtu siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.